Allah subhanahu wa taala thot wa rahmeti wasi'at kulla shay. Mëshira jeme ka përfshirë gjithçka. Nëse e kemi në konsiderat këtë domethënie, gjithë përfshirjen e mëshirës së tij tek gjithçka. Domethënë gjithçka e ka prek mëshira e Allahut. Madje mëshira e Allahut subhanahu wa taala i ka prekur edhe ata të cilët ndoshta nuk e besojnë Zotin. Mëshira e Allahut i ka prekur edhe ata të cilët janë rreshtuar kundër Zotit. I ka prekur sepse me mëshirën e Allahut ata frymojnë, me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala ata jetojnë. Mirë, po kjo mëshirë nuk do t'i përfshijë ata në ditën e gjykimit. Dhe në ditën e gjykimit do ta meritojnë dënimin e ashpër të Allahut subhanahu wa taala. Wa rahmeti wasi'at kulla shay, mëshira ime ka përfshirë gjithçka. Nëse ne kemi në konsiderat që mëshira e Allahut ka përfshirë gjithçka, atëherë pyetja bazë e cila na ndihmon për të hyrë në temë është pikërisht kjo. A mund ta mendojmë mëshirën e Allahut në gjithçka, mirë po të mos e mendojmë tek dispozitat. Do thonë, nëse ne analizojmë rregullat, analizojmë obligimet që Allahu na i ka bë, a i mendojmë që këto obligime teksa na i ka bë Allahu subhanahu wa taala, teksa na ka ngarkuar me to, a na ka përfshi mëshira Allahu subhanahu wa taala apo jo? Ose teksa Allahu subhanahu wa taala na ka kërcënuar me dënimin e tij, apo teksa na ka bë rregulla, norma dhe ligje se si të jetojmë edhe se si të bashkërendojmë jetën, krejt këto a janë me mëshirë apo nuk janë me mëshirë? A janë vetëm me drejtësi apo janë, domethënë, me drejtësi edhe me mëshirë? Imam Ahmedi dhe Buhariu Muslimi për Ebu Hurajrës shënojnë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arsh. Inna rahmati ghalabat ghadabi." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kur Allah subhanahu wa taala ka kryer krijimin, kur ka përfunduar atë krijimin që e ka bërë në fillim të ekzistencës së krijesave, thot pasi ka krijuar krijesat, Allah subhanahu wa taala tek një libër që është tek ai në arsh, tek fronti i tij, Allah subhanahu wa taala e pas ka shkruar që mëshira jeme e ka mujt hidhnimin tim. Mëshira jeme është më e madhe se sa hidhnimi jam. Mëshira jeme dhe përdallimi jam për krijesat e mia është më e madhe se sa hidhnimi edhe pezmi i Allah subhanahu wa taala. Kështu që sa i mëshirshëm dhe sa gjithëpërfshirëse është kjo mëshirë, është e gjanë dhe nuk kalon gjë pa prek. Është e gjanë madje edhe me mëkatarët edhe gabimtarët. Allah subhanahu wa taala thot: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Thuaj robëve të mi të cilët e kanë tepruar me gjuna, thuaj që mos ta hupin shpresën tek mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Të mos e mendojnë gjendjen e tyre të keqe si pengesë për t'u kthyer tek Allahu dhe për të fituar prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, se Allahu fal mëkatet në tërësi. Saktësisht, Allahu subhanahu wa taala pasi tregon që nuk do të më hub për shpresën tek ai, na tregon që falen mëkatet. Dhe kjo falje e mëkateve është një përshkrim prej përshkrimeve që ka të bëjë me Zotin, për t'treguar se çfarë është i mëshirshëm, saqë edhe kur është tepru lajthitja, edhe kur është tepru distanca, megjithatë nëse njëri vendos me u kthye Allahu subhanahu wa taala deri në kot hapur për t'u kthy dhe rrjedhimisht për t'u falur mëkatet. Më shumë se sa me medituar këtë lloj ajetësh, fatit ton të mirë se si mund të pastrohemi dhe se si mund të shpëtojmë prej të keqes së veprave tona, do të më menu se sa i mëshirshëm është ky Zot i cili na premton kësaj faljesh. Se sa i mëshirshëm është ky Zot i cili na premton kësaj mëshire që është do thotë veçantia e tij, e që gjithherë kur të folmi për mëshirën e Allahut, jena duke folur për një mëshirë absolute. Jena të folur për një mëshirë të pakrahasueshme. Jena të folur për një mëshirë e cila nuk i afrohet në një asnjë shembull që ne mund ta përfitojmë.